Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu reagoi pas kërkesës së Turqisë për arrestimin e kreut të ekzekutivit të Izraelit, duke kritikuar Turqinë dhe presidentin e saj Recep Tayyip Erdogan mes tensioneve në rritje mes dy vendeve për shkak të një sulmi izraelit në Siri dhe lëshimit të një urdhër arresti nga Turqia për kryeministrin e Izraelit. Erdogan tani kërkon të zgjerojë agresionin e tij kundër Izraelit në Siri. Izraeli nuk do të tolerojë këtë, njoftoi zyra e Netanyahut përmes një deklarate në kritikat e fundit mes vendeve pas sulmit të Izraelit në një bazë ajrore siriane për shkak të shqetësimeve izraelite në lidhje me vendosjen e mundshme të trupave turke atje. Zyra e kryeministrit të Izraelit përsëriti akuzat e kaluara të Izraelit kundër Erdogan, duke e quajtur atë një diktator antisemit që ka masakruar kurdët, strehon terroristët e Hamasit, pushton gjysmën e Qipros dhe e burgos një numër rekord gazetarësh dhe politikanësh që e kundërshtojnë atë. Deklarata vjen disa orë pasi Turqia lëshoi një urdhër arresti ndërkombëtar për Netanyahun si pjesë e një hetimi mbi kapjen nga Izraeli të një flotilje aktivistësh që shkonte drejt Gazës. Përpjekja patetike e Erdogan për të friksuar udhëheqësit dhe ushtarët e Izraelit, e vetmja demokracia e vërtet në lindjen e mesme nuk do të çojë askund, shton deklarata e zyrës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.